تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, ajo që të cilën e kam paraqosur sonte me nda këtu me juve, prej asaj që Allah subhanahu wa taala na ka porositur në Kur'an, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur neve në hadithet e tina, është diçka e cila ka të bëj me bazën e kësaj feje. Është diçka e cila ka të bëj me usulet edhe me themelet e kësaj feje. Pa dyshim se prej themeleve të kësaj feje është besimi i drejt, akidja e drejt, menhexhi i drejt në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, besimi i drejt në Allah subhanahu wa taala. Pse? Sepse akidja e drejt është themeli i kësaj feje. Edhe pa besim nuk mund të fillon as feja jote. Pa pasur besim të drejtë në Allah subhanahu wa taala, ti nuk mund të kesh as fe të drejtë. Prandaj Allah subhanahu wa taala i dha rëndësi të madhe besimit të drejtë në Kur'an, në atë që e ka zbritur në Kur'an dhe atë që na ka porositur vetë neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse akidja e drejtë është burimi i çdo vepre të mirë pastaj. Kur ti beson edhe i drejtuar ka Allah subhanahu wa taala, edhe ke hyrë në Islam, ke hyrë në fejnë e tina, edhe ke fillu me besu e drejt atë, se që ka zbrit Allahu në Kur'an, edhe ke fillu me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasaj rezultati i kësaj akide, rezultati i këtij besimi vijnë edhe veprat e tua. Ndërsa pa besim të saktë, pa akide të drejtë, pa besim në Allah subhanahu wa taala dhe pa ndjekje të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti mundesh me bësh çdo vepër të mirë, ti mundesh me bësh çdo punë të mirë, por se ajo është në pikpyetje të Allahut dhe ajo nuk pranon nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Wa laqad ba'athna min kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Fa Allah subhanahu wa taala në Kur'an, na vetëm se kena dërgu te çdo popull pejgamber. Me cilën arsye Allah subhanahu wa taala te çdo popull, prej fillimit të njerëzimit deri te kometi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka dërgu pejgamber, ka dërgu vetëm me një qëllim, që me i lajmëru njerëzit, që me adhuru vetëm Allah subhanahu wa taala, edhe me ju largu çdo kujt tjetër që adhurohet pas Allah subhanahu wa taala. Me i tregu njerëzve se adhurimi i drejtë, besimi i drejtë është vetëm adhurimi në Allah subhanahu wa taala dhe largimi nga çdo gjë tjetër që adhurohet pas tina. Prandaj, nëse i shohim të ajete, e shohim se Allah subhanahu wa taala nuk i ka porositur njerëzit porosinë e parë, urdhën e parë, nuk e ka dhënë Allah subhanahu wa taala që na me fal namazin, ose që na me dhon zakatin, ose që na me agjur Ramazanin. Por se e para që e ka thënë Allah subhanahu wa taala është që me adhuru vetëm atë, edhe me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pe kushteve të para, pe shtyllave të para të kësaj feje është ashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër pas Allah subhanahu wa taala, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe se Muhamedi është rob i tina edhe i dërguar i tina. Prandaj, pasi që ti e ke besu Allahun, edhe ke dëshmu në Allah subhanahu wa taala se nuk ka zot tjetër pas tina, edhe ke dëshmu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është gjë tjetër vetëm se rob i tina, edhe i dërguari i Allahut, prandaj Allahu mas kësajna ka urdhëruar ty edhe me dispozita tjera, edhe me farzet e tjera. Sepse çështja e shahadë la ilaha illallah është çelësi i vet i kësaj feje. Dhe tauhidi të cilin na e mësojna, akidën të cilën na e mësojna, është çelësi i hyrjes në xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-janna." Kush vdes
duke mos i bë shirk Allahu subhanahu wa taala nazza, ai vetëm se ka me hyrë në xhennet. Do thotë kush e ka jetuar të jetën sa Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë atina. Edhe këtë jetë e ka quajtur vetëm duke adhuruar Allahun, edhe duke bërë vepra të mira. Edhe gjatë kësaj jete, gjatë këtij ymri që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë këtij personi, nuk i bën asgjë shirk. Qoftë shirk në adhurim, qoftë shirk në sundim apo çdo lloj shirku në emrat e Allahut subhanahu wa taala apo në cilësitë e Allahut, ky person pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka premtuar se ky person do të jetë për atyre që do të hyjnë në xhenetin e Allahut. Po ashtu Allahu e bën të çotë në Kur'an se Allahu subhanahu wa taala ai person i cili i bën shirk atina, Allahu subhanahu wa taala nuk e fal atë, sepse thotë vërtet Allahu nuk e fal që ti bësh shirk atina, por se fal çdo sen tjetër posojna. Ti mundesh me bësh shumë gjëra të mëdha. Mundesh që atje të thonë me bëj gjëra të shumta, por se Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit një ajet në Kur'an kur thotë: "O robët e mi, o ju të cilët i keni bërë mëkate kundër vetes juve, o ju të cilët i keni mëkatuar Allahu subhanahu wa taala, dijeni se Allahu ja ka fal juve këtë mëkat. Edhe dijeni se Allahu subhanahu wa taala e fal çdo mëkat juve." Ata të cilët mirën me komentimin e Kur'anit, ata të cilët mirën me komentimin e ajeteve të Kur'anit për me na bën neve edhe më të qartë për me kuptuar ato, thonë se edhe kanë emërtuar këtë ajet se ky është ajeti më shpresdhënës që Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur në Kur'an, duke na premtuar neve se Allahu i fal të gjitha mëkatet tona. Përveç Allahu subhanahu wa taala ka bërë që nëse ti gjatë jetës tënde i ke bërë shirk atina, Allahu e fal çdo sen jashtojna përveç shirkut për të cilin robi obligohet që gjatë jetës tina me bë pendim të sinqert. Edhe këtë pendim e përsërit disa herë, edhe mos më u kthy në atë vepër të cilën e ka bërë më herët, apo në atë fjalë të cilën e ka thonë më herët. Me kush Allahu subhanahu wa taala më ia pranon tina pendimi. Prandaj mësimi i tauhidit, mësimi i akides drejt, është mburoja edhe mbulesa e çdo mëkati të madh që na e vojna. Se shkak i kësaj akide drejt, shkak i këtij besimi drejt, Allahu subhanahu wa taala ti fal ty të gjitha ato mëkate të cilat i ke bërë. Por se nëse të asaj jete ti nuk ke pas akide drejt, edhe i ke bërë kufër Allahu subhanahu wa taala, apo i ke bërë shirk Allahu subhanahu wa taala, i ke shoqëruar tina diçka, prandaj këto çështje ndryshon, edhe gjërat të cilat i ke bërë vetëm se kemi u dënuar Allahu subhanahu wa taala edhe kemi marrë shpërblimin prej tina. Prandaj dietarët e selefit apo ndryshe gjenerata e artë e muslimanëve pe senave të para që duhet me mësu besimtarin në fe, edhe që duhet me ja mësu fëmijëve të vet, edhe që duhet me ja mësu familjes vet, e kanë bërë çështjen e besimit drejt, çështjen e akides dhe çështjen e tauhidit. Për shkak se nëse ti e ke mësu për veti akiden e drejt, edhe ja ke mësu familjes tënde, akiden e drejt, edhe rrugën e drejtë të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ti vetëm se e ke drejtuar veten tënde, edhe familjen tënde kanë një rrugë të cilat të çon drejt xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj shumë pejgamberë thonë se arif rabbaka qabla an ta'bud rabbak. Duhesh me njoh Zotin tënd para se me adhuru atë. Çdo njeri prej neve, para se me hyrë në Islam, ai më pari fillon edhe me mësu për Islamin, me ditë çfarë feje është Islami. Ose para se me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai fillon edhe me lexuar se kush është ky pejgamber, me çfarë ka ardhur ky pejgamber, me cilësitë të cilat i ka pas ky pejgamber, pastaj fillon edhe pranon Islamin edhe hyn në Islam. Pasi që të hyn në Islam, çai obligohet atina, i obligohet që me mësu se çish adhurohet Allahu subhanahu wa taala, edhe çish largohet nga rruga e cila të largon prej rrugës së Allahut, çish largohet nga rruga e cila të çon në kufër edhe shirk. Prandaj Imam Ahmed thot në librin Usul Sunne se themeli i sunetit është kapja pas asaj të cilë ishin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Baza e sunetit, baza e kësaj feje është që ti me ukon i kapë pas asaj që ka pru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse tha pejgamberi në hadith aleikum bi sunneti, është e juja është që ju me ukon për sunetin tem edhe për sunetin e shokëve të me, pastaj ata të cilët vijnë pas tyre, pastaj ata të cilët vijnë pas tyre, hadithi është i saktë. Nëse na duhet na me di sa kena besim drejt, do të më kryejnë në veprat tona. Se çdo vepër të cilën ja të bëj është në përputhje me Kur'anin dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato fjalë të cilat po i themi, ato këshilla të cilat e japmi dikujt, apo pa parasysh fjalë të cilat jemi duke i thonë, a është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala me ato fjalë, edhe janë këtu në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim thotë se al-aqidatu sahiha hiya al-asas. Akidja e saktë është themeli i kësaj feje.
akidja e drejtë është baza e kësaj feje. Prej saj burojnë edhe veprat të cilat pranohet adhurimi. Ti mundesh me bëu namaz shumë, mundesh me agjëru çdo ditë, mundesh me kom për atyre të cilët jep sadaka çdo ditë, por nëse në akidën tonë ka devijime të qarta, devijime të cilat largojnë të qesin prej feje, atëherë ato vepra vetëm se shuhen. Ato vepra vetëm të bëhen diçka plur, edhe nuk llogaritet Allah subhanahu wa taala. Prandaj, paska rëndësi të madhe, edhe paska manot të madhe që na më kom për atyre që i japim rëndësi mësimit të tauhidit në mënyrën më drejtë, edhe në ato që ka thënë Allah subhanahu wa taala në këtë Kur'an. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë që filloi për me i thirr njerëzit në fe, 13 vjet në Mekë, në çka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo siç njëhet tek jetoi periudha me kase, në çka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi thirrë në 13 vite në Islam, thirrë që të adhurohet vetëm Allah subhanahu wa taala, edhe të largohet adhurimi i idhujve, edhe të largohen njerëzit nga çdo sen tjetër që adhurohet pas Allah subhanahu wa taala. Do të thotë këto 13 vite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu që të cilat ajetet të cilat ja ka zbritur, i kanë kushtuar rëndësi të madhe mësimit të drejtë edhe mësimit se si adhurohet Allah subhanahu wa taala. Transmetohet në Sahihin e Buhariut se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dërgon Muadh ibn Jabalin në Yemen për me i ftuar ata në Islam, i thotë se gjëja e parë të cilën të i thret ata le të jetë shahadatu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Thotë e para që ti kur shkosh në Yemen, edhe fillon me i thirr ata në Islam, e para që i thirr ata le të jetë dëshmia se nuk ka zot tjetër pas Allah subhanahu wa taala, dhe se unë jam i dërguar i Allahut. Pas kësajna, thotë nëse ata të bindën këto, edhe të besojnë këto, pastaj kallëzoj atyre që Allah subhanahu wa taala ja ka bëu obligim atyre 5 kohë namaz gjatë ditës. Nëse e pranojnë edhe këto, tregoj atyre se Allah subhanahu wa taala ja ka bëu obligim edhe agjërimin. E nëse e besojnë edhe këto, pastaj tregoj atyre se Allah subhanahu wa taala ja ka bëu obligim edhe për me dhënë diçka prej pasurisë tyre një herë në vit, nxjerrjen e zakatit. Thotë nëse e pranojnë edhe këto, atë tregoj se Allahu gjatë këtij jetës tyre që ata jetojnë, ja ka bëu obligim që një herë me kry haxhin për Allah subhanahu wa taala. Do thotë e shohim se obligime të tjera. Pejgamberi sallallahu kur e ka porositur Muadh ibn Jabalin, obligime të tjera i ka thonë, masi që ata ta pranojnë se nuk ka zot tjetër pas Allahut subhanahu wa taala dhe se unë jam i dërguar i Allahut edhe robi i tij. Do thotë masi që ata të besojnë se nuk po dashka me adhuru kur gjë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, edhe nuk po dashka me pasu kërkën tjetër përveç sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë urdhënoi ata me namaz, urdhënoi ata me agjërim, urdhënoi ata me dhënien e zakatit, edhe urdhënoi ata me shkuarje në haxh një herë në jetën e tyre. Prandaj mungesa e mësimeve të akidës në rrethin tonë, mungesa e shpjegimeve të akidës drejt në rrethin tonë, vetëm se sill devijime të qarta dhe sill bidate të qarta në akide, e gjëra të cilat, veprat të cilat na largojnë nga feja Allah subhanahu wa taala. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me sahabët në xhami, një ditë për ditë ai fillon edhe e përshkruan edhe vizaton një vit të trashë të gjatë në tokë. Edhe thotë se kjo është rruga Allah subhanahu wa taala dhe suneti jam. Edhe në krye të kësaj rruge qëndron Kur'ani. Thotë nëse e ndjekni këtë rrugë, nëse jeni të kapur pak kësaj rruge, dijeni se në krye të saj keni me pas Kur'anin, librin e Allah subhanahu wa taala. Edhe pas kësaj rruge pejgamberi sa fillon edhe i vizaton disa rrugica të holla edhe anash. Edhe thotë këto janë rrugica të cilat ju devijojnë nga rruga e Allah subhanahu wa taala. Nëse i ndjekni këto rrugica, keni me pasë në krye të çdo rrugice është nga një shejtan i cili ju thret në të. Allahu na ruaj nga kjo. Prandaj thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda am yamshi sawin ala siratin mustaqim." A është i udhëzuar ai që ecën e i përkulën mbi fytyrën e tij, apo ai që ecën drejt mbi rrugën e drejtë? Do të Allah subhanahu wa taala këtu e bën një krahasim, edhe bën një përshkrim se a është më i udhëzuar ai i cili ecë i përkulën në fytyrën e tij, apo është më i udhëzuar ai i cili është në rrugën e drejtë? Prandaj vetëm dija e akidës së saktë e ndihmon që njeriu me këmbë për atyre të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akidja e saktë, menhexhi i saktë, edhe besimi i drejtë në Allah subhanahu wa taala ndikon edhe në moralin e besimtarit. Prandaj për obligimin më të madh që ndoshta shumë prej neve sot edhe e neglizhojmë është afrimi i fëmijëve tonë. Pse afrimi i fëmijëve tonë? Sepse këta janë gjenerata të cilat vijnë pas neve.
Gjeneratat e cilat vinë pas neve, nëse na nuk ju udhëzojmë ata në rrugë drejt, nëse na nuk ju folmi atyre për besimin e drejtë, për besimin e Allahut subhanahu wa taala, nëse na fëmijëve tonë nuk ja mësojnë fenë, nuk ju folmi atyre për emrat e Allahut, emrat e bukur të Allahut, më ja kallëzu emrat e Allahut dhe më ja shpjegu atina, ose më ja kallëzu atina cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, edhe më ja kallëzu devijimet, nëse i ndjek ato e largojnë nga kjo fe. Pastaj më ja tregu se nëse e adhuron vetëm Allahun subhanahu wa taala e fiton xhenetin e tina, më i tregu për bukuritë e xhenetit, edhe atë se çka Allah subhanahu wa taala ka krijuar në xhenet. Edhe nëse nuk i ndjek këto urdhrat e Allahut, dënimi tina, shpërblimi tina është zjarri i xhenemit. Pastaj më i fillu dhe më i fol në familjes tonë, fëmijëve tonë për dënimin në xhenem, edhe më ja bë atyre ditë se nëse nuk jep e këtyre, kime përfundu që të, e ndërsa jep e këtyre kime me marrë kesh problem. Për ndryshe, na nuk kena me pasën gjenerat që ka me orë mas neve, edhe ka me na pasu neve në këtë udhëzim të drejtë, edhe ka me na pasu neve në këtë akide të drejtë. Prandaj, prej obligime më të mëdha që na e kena sot, është përveç vetës tonë me udhëzu në rrugën e drejtë, në akiden e drejtë, është me udhëzu edhe fëmijët tonë edhe familjen tonë, me ja kushtu një rëndësi të madhe familjes tonë. Të gjithë e dina se na kena obligime. Shumë prej neve dhe punojnë edhe punë të rënda që një pjesë ditës më shumë jena në punë se sa jena në shtëpi. Por se disa minuta të shkruajnë brenda natës, brenda mas orarit punës që na e kena me i ndohë për fëmijët e tonë nuk na kushton neve asgjë. Pse se ti je duke ndërtu një ardhmëri e cila vjen pas teje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që vazhdon robi me u ngrit në grada të larta të xhenetit, e derisa një herë e pyet Allahun, o Zoti jam, thot me çfarë vepre kam bëu unë që ti të ngrit në këto grada të larta në xhenet, thot këto grada janë shkak i duave të fëmijës tonë që ti e ke mësuar ato në dynjë, edhe ato të tjera ajo është duke i ndjekë mësimeve tua, edhe dua që i bën ai për ty, edhe istikfarin që e bën fëmia ajo për ty, këto janë si shkak i shpërblimit tonë që ti e ke punuar me tonë dynjë, prandaj si shkak i thënë ne shpërblejna me ty duke të ngrit në grada të larta të xhenet, Allah na bëf prej tina. Prandaj kuptimi mësimi i akidit është detyrë e vazhdueshme për çdo të rritër, edhe të vogël në mesin tonë, për çdo musliman edhe muslimanin në mesin tonë. Prandaj selefët, gjenerata e artë e muslimanëve ishin ata të cilët ja u mësonin fëmijëve të vet, gjëra e parë që ja mësonin se si me adhuru Allahun subhanahu wa taala, edhe ja mësonin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jauzi ka thonë se men lam yata'ammal at-tauhid wa huwa saghir kad la yata'allamuhu ila kibarihi. Kush nuk jam mëson tauhidin, kush nuk e mëson akiden e drejtë, sa ai është i vogël, është shumë problem i madh që ai më mësu ato kur ai rritet. Nëse na fëmijëve tonë nuk ja mësojna se duhet me adhuru veç Allahun, edhe duhet me i fal 5 vakte namaz në ditë, se nëse e lojna një është problem i madh te çështja e besimit tonë. Edhe duhet me e pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me i besu hadithet të cilat ka ardhur ai. Nëse na që tyve nuk jam mësojnë këta janë të vogël, atëherë është shumë problem që këta me mësu kur të rritën. Është shumë problem që këta me mësu kur të rritën, se nëse ai rritet në diçka të cilën nuk e ka një më herët për me kthy mendimin e vet, edhe për me ndru kohën e vet, vetëm atë të cilin e ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ky është Ibn Jauzi i cili thotë se nëse na nuk e mësojnë tauhidin sa jena të vogël, është problem i madh që na me mësu ato kur të rritemi. Se sa disa sene të cilat mësohen në veçli, edhe i kap truni jon sa jena në fjallë, edhe jena të vogël, edhe jena të ri, nuk mujna me i kap, edhe nuk mujna me i mësu, pasi që na t'i bujna do vjet edhe kalojna disa vjet në dynjë. Pse? Sepse njëri tu rrit më shumë duke bërë gjinohe më shumë. Duke rrit më shumë, duke ecë në gjinohe më shumë, edhe duke i ndjek epshet më shumë, fillon edhe ngurtson zemrën e tina. E pasi që të ngurtësohet zemra e robit, ajo më nuk e pranon të vërtetën. Prandaj kur je i vogël, edhe kur je i ri, nëse fillon edhe lexon rreth fesë Allah subhanahu wa taala, edhe fillon edhe lexon ajetet e Kuranit, edhe mediton rreth tyre ajeteve, zemra jote vetëm se shkon edhe zbutet, edhe e pranon të vërtetën, edhe e pranon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi se ai mësonte fëmijët e tij, edhe mësonte fëmijët e muslimanëve sa janë të vogël. Shembulli më i mirë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ajo të cilën ai ka vepruar me dy nipat e vet, me Hasanin edhe Husejnin. Me Hasanin dhe Husejnin që tregohet në hadithet e sakta se si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta. Çdo herë, çdo ditë i ka marrë ata dhe i ka ulë në pranin e vet,
edhe ka filluar dhe me ju folë dhe me tregu atyre se çka po I vjen për shpalljes për jonës Allah subhanahu wa taala. Tha, tregohet në hadithin e Ibn Abbasit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha Ibn Abbasit: "Ja gulam, inni uallimuka kalimat." O djalosh, unë po t'i tregoj ty disa fjalë. Ahfidhillaha yahfidhuk. Ruaje Allahun subhanahu wa taala, Allahu të ruan ty. Këto ndoshta janë vetëm dy fjalë edhe janë shumë thjeshta. Ruaje Allahun subhanahu wa taala, Allahu të ruan ty. Ruaje fenë e Allahut. Ruaje fjalën e Allahut subhanahu wa taala nëse don me qenë për atyre që Allahu I ruan në udhëzimin e tyre. Ruaje Allahu subhanahu wa taala edhe adhuroje atë gjatë jetës tënde nëse dëshiron që Allahu subhanahu wa taala me të ruaj ty prej çdo devijimi edhe me të bëj për atyre të cilët do të jenë trashëgimtar të xhennetit të Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kjo fe të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka udhëzuar neve është një penderime më të madhe që Allahu na ka dhënë neve, prej begative më të mëdha që na ka dhënë neve, prej rrezikut më të madh që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë neve është kjo akide të cilën ai na ka udhëzuar këto. Ky menhej të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka udhëzuar këto. Prandaj duhet më ia ditë nimetin e mirësinë kësaj feje të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë neve, sepse nëse nuk ia dinë nimetin kësaj feje, edhe nëse nuk fillojnë me medituar rreth nimetit të këtij udhëzimi, ndodh që mundemi me humb këtë e pastaj mos na bëj Allahu subhanahu wa taala që më u kthy prapë në këtë udhëzim. Prandaj, prej mirësisë se si ti e din begatin që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë ty në këtë feje, në këtë menhej, është kur ti fillon edhe vepron në këtë thirrje, përveç tonë vazhdon edhe I thret të tjerë, edhe vazhdon të punon me veten tonë, me familjen tonë, pastaj këtë vepër këtë thirrje e çet edhe në brezin tjetër edhe në shoqërinë tjetër, e ne lutim Allahu subhanahu wa taala që më na mundësoj që me kom për atyre të cilët jemi në akiden e drejtë, jemi në menhejin e drejtë, edhe I thrasim tjerët në menhejin e drejtë. E lutim Allahu subhanahu wa taala që më na udhëzoj neve në rrugën e drejtë, fëmijët tonë, familjen tonë edhe gjithë muslimanët në rrugën e drejtë. E lutim Allahu subhanahu wa taala që me bësh shkak këtë akide të cilën jemi duke I ndjekur, shkak të hyrjes në xhennet, atje ku do të jemi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atje ku do të jemi me njerëzit e sinqert, me shahidat, me njerëzit e mirë e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.